Islami nëpërmjet haditheve 2. Dhënia e zekatit, pasuritë që i nënshtrohen zekatit dhe nisabi i zekatit. Sipas transmetimit të Xhabir ibn Abdullah el Ensariut, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: sadakaja më e mirë është ajo që jepet nga teprica e pasurisë. Sipas transmetimit të Salim ibn Abdullahut, i cili përcjell nga babai i tij, Abdullah ibn Omeri, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: masa e zekatit që duhet të jepet nga prodhimet bujqësore që ujiten nga ujërat e shiut të lumenjve ose vetvetiu, është 1/10, kurse masa e zekatit nga prodhimet që ujiten me ujë të bartur ose me enë është 1/20. Ai shia thotë: e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, paqja qoftë mbi të, të thotë: nuk i nënshtrohet zekatit pasuria që nuk e mbush vitin. Sipas një transmetimi të përcjell nga Abdullah ibn Muavije el Gadiriu, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka urdhëruar: janë 3 gjëra të cilat kush i bën shijon ëmbëlsinë e besimit: adhurimi i Allahut, i cili është 1, duke besuar se nuk ka zot tjetër përveç Allahut; dhurimi i zekatit me gjithë zemër dhe rregullisht për çdo vit; dhe zekati i dhënë jo nga kafshët e plakura, të zgjebosura, të smura, me tmeta apo që japin pak qumësht, por nga ato mesatare. Sepse Allahu madhëri plot nuk ju ka kërkuar pasurinë më të mirë, por as nuk ju ka urdhëruar që të jepni më të keqe. Muadh ibn Xhebeli tregon: i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, kur më dërgoi si guvernator në Yemen, më porositi kështu: kur të mbledhësh zekatin, ruaju të mos marrësh nga pasuria më e vlefshme e tyre. Ruaju edhe nga beduaja e atij që i bëhet pa drejtësi, sepse mes Allahut dhe duas atij që i bëhet pa drejtësi nuk ka perde. Pejgamberi, paqja qoftë mbi të, ishte bashkë me disa sahabë, mes të cilëve ishte edhe Xhabir ibn Abdullahu. Ndërkohë erdhi Ebu Husein es Sulemiu me një copë arisa veze e pëllumbit të cilën e kishte gjetur në minjer, dhe tha se nuk kishte pasuri tjetër dhe se edhe atë donte ta jepte për sadaka. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ja refuzoi këtë kërkesë. Por Ebu Huseini ishte këmbgulës. Duke ju afruar Muhamedit, paqja qoftë mbi të, njëherë djathtas e njëherë majthas, i përsëriti lutjen e tij. Megjithatë, pejgamberi ynë i nderuar përsëri nuk pranoi. Atëherë doli pas shpinës pejgamberit, paqja qoftë mbi të, dhe përsëri deshi t'ja dhuronte copën e arit. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, e mori dhe ja gjuajti mbrapsht sahabit në fjalë. Aq sa po ta kishte goditur, do ta kishte lënduar. Pastaj urdhëroi kështu: dikush prej jush e sjell të gjithë pasurinë që ka dhe thot: kjo është sadakaja ime, e pastaj ulet e ushtrin dorën njerëzve. Sadakaja më e mirë është ajo që jepet nga pasuria që e te kalon nevojën. Ebu Huseini, i cili ishte aq i varfër sa nuk mund të përballonte as nevojat e domosdoshme, deshi të jepte sadaka arin që i kishte rënë në dorë. Por parasgjithash, ai ishte përgjegjës për të siguruar jetesën e tij dhe të atyre që i kishte nën përgjegjësi. Qëndrimi i Ebu Huseinit, i cili nga njëra anë thoshte se nuk kishte pasuri tjetër, e nga ana tjetër këmbgulte që ta jepte për sadaka pjesën e arit, edhe pse Muhamedi, paqja qoftë mbi të, refuzonte, nuk i pëlqeu as pak pejgamberit, paqja qoftë mbi të. Duke vënë në dukje se ata që veprojnë kështu me kohë mund të bëhen nevojtar krahasi të tjerëve, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, theksoi se muslimanët duhet ta shpenzojnë me vend pasurinë e tyre. Në Kuranin fisnik, teksa me këmbgulje u kërkohet besimtarve që të japin zekatin, nuk jepet ndonjë shpjegim se nga ç'pasuri dhe sa duhet dhënë. Nisabin, kuorumin,
Për të gjitha pasuritë që i nënshtrohen zakatit, si dhe në çmas duhen dhënë nga çdo e mirë, e ka përcaktuar pejgamberi, paqja qoftë mbi të. Në kohën e pejgamberit, paqja qoftë mbi të, si para përdoreshin dirhemi, argjendi, dhe dinari, ari. Nga kafshët mbarshtoheshin devet, gjedhët dhe dhënt. Nga drithrat kultivoheshin elbi, gruri, meli, hurmat dhe rushi. Kësaj edhe përcaktimet lidhur me nisabin e zakatit janë bërë dhe kanë marrë formë rreth këtyre të mirave. Kushti themelor që pasuritë dhe vlerat e lartë përmendura i nënshtrohen zakatit është që ato të arrini një sasi të caktuar, nisab. Sipas asaj që ka saktësuar i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, nuk ka zakat në më pak se 5 ukije, 200 dirhem, 561 gram argjend, në më pak se 5 deve dhe në më pak se 5 vethk, 653 kg, prodhime bujqësore. Gjithashtu pejgamberi ynë i nderuar ka përcaktuar edhe nisabin e arit, duke thënë: nuk ke obligim zakati përderisa nuk ke 20 dinar, 81 gram ar. Kurse masa e zakatit të mallit që ka arritur nisabin edhe do të jepet në vlerë monetare, është 1/40, 2.5%. Sipas ajetit në vijim të Kuranit fisnik, nga prodhimet bujqësore duhen dhënë zakat, sadaka. Është ai që ka krijuar kopshte vreshtash të larta dhe të shtruara, hurma dhe bim, me shije të ndryshme, ullinje sheg, të ngjashme dhe të ndryshme. Hani frutat e tyre kurdo që të prodhojnë dhe jepni atë që është detyrë, zakat, sadaka, në ditën e vjeljes së tyre. Por mos e teproni, se Allahu nuk i do ata që e teprojnë. Gjithashtu pejgamberi ynë i nderuar në përcaktimin e masës së zakatit me saktësime si: nga prodhimet bujqësore që ujiten nga ujërat e shiut të lumejve, kalend kuptohet se nga prodhimet bujqësore duhet jepet zakat dhe ka bërë të ditur se duhet dhënë zakat nga drithrat që kultivoheshin në ato rajone, si gruri, elbi apo meli, si dhe nga frutat që konsumohen të freskëta apo të thata, si hurmat dhe rushi. Më vonë, si rezultati i çlirimit të territoreve të reja, gjeografia islame u njoh me prodhime të reja të kultivuara në vise të ndryshme dhe kështu llojshmëria e prodhimeve u rrit. Fakti që Omeri, duke e parë këtë realitet të ri, ka mbledhur zakat nga të gjitha llojet e legumeve, të drithrave, nga vaji i ullirit dhe nga prodhimet e tjera, tregon se zakati duhet të merret edhe nga prodhimet bujqësore që nuk janë kultivuar në gadishullin arabik në kohën e pejgamberit, paqja qoftë mbi të. Në këtë kuadër, masa e zakatit që do të merret nga prodhimet bujqësore që kanë arritur nisabin, ndryshon sipas shpenzimeve të kultivuesit gjatë prodhimit. Në lidhje me këtë, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: masa e zakatit që duhet të jepet nga prodhimet bujqësore që ujiten nga ujërat e shiut, të lumejve ose vetvetiu, është 1/10, kurse masa e zakatit nga prodhimet që ujiten me ujë të mbartur ose me enë është 1/20. Këto fjalë të tij tregojnë qartë se masa e zakatit për gjitha prodhimet bujqësore përcaktohet duke u marrë parasysh kostoja e kultivimit. Siç shpallet në ajetin kuranor: më jepni atë që është detyrë, zakat, sadaka, në ditën e vjeljes së tyre, zakati duhet dhënë për çdo korje të prodhimeve bujqësore gjatë vitit. Kurse për të mirat e tjera, siç janë ari, argjendi, kafshët dhe mallrat e tregtisë, pejgamberi ynë i nderuar ka theksuar se është kusht që pasuria të kalojë një vit. Nuk i nënshtrohet zakatit pasuria që nuk e mbush vitin. Gjithashtu në hadithe të ndryshme është bërë ditur se zakati mund të jepet edhe para kohës vet. Ndonse në Kuranin fisnik nuk ka ndonjë ajet që të thotë qartë se kafshët i nënshtrohen zakatit, ajeti në vijim i përfshin edhe ato.
merr nga pasuria e tyre lëmoshme të cilën ti pastrosh ata dhe lutu për ta. Sepse në kohën e pejgamberit paqja qoftë mbi të, devet, gjedhët dhe dhent ishin burimet kryesore të jetesës dhe pranoheshin si kriteret pasurisë. Në literaturën burimore të hadithit, bëhet me dije se pejgamberi ynë i nderuar pati diktuar një letër ku përcaktonte masën e zekatit që duhet dhënë nga kafshët që i nënshtrohen zekatit, mirë po pati ndruar jetë pa arritur ta dërgonte ata atje ku ishte për t'u dërguar. Pas vdekjes pejgamberit, paqja qoftë mbi të, në kohën e Ebu Bekrit dhe të Omerit, kjo letër është marrë për bazë në përcaktimin e zekatit për kafshët. Qoftë sipas kësaj letre, qoftë edhe sipas haditheve të tjera, i dashuri pejgamberi ynë nisabin e deveve e ka përcaktuar në 5 syresh. Kështu që nga 5 deri në 9 deve jepet zekat një dele, nga 10 deri 14 deve jepen zekat 2 dele, nga 15 deri 19 deve jepen zekat 3 dele, ndërsa nga 20 deri 24 deve duhet të jepen si zekat 4 dele. Kur numri i deveve arrin në 25, atëherë zekati do të jepet nga lloji i saj. Për shembull, nga 25 deri në 35 deve duhet të jepet si zekat një deve femër 2 vjeçare. Nisabi i zekatit për dhent është 40 krerë. Sipas kësaj, nga 40 deri në 120 jepet zekat një dele. Nga 121 deri në 200 jepen 2. Nga 200 deri në 300 jepen 3 dele. E nëse numri i dhenve është më tepër se 300 krerë, jepet zekat një dele për çdo 100 krerë. Kurse nga gjedhët, nisabi i të cilave është 30 krerë, për 30 deri 40 krerë jepen zekat një viç 2 vjeçar, kurse për çdo 40 krerë jepet zekat një lopë 3 vjeçare. Nga ana tjetër, sipas asaj që ka përcaktuar pejgamberi paqja qoftë mbi të, nuk ka zekat për kafshët e punës e të transportit, avamil, si dhe për kuajt. Me gjasa, për shkak se në ato kohra numri i kuajve ka qenë i vogël si dhe për të nxitur kultivimin e tyre mes muslimanëve me që përdoreshin në luftë, këto kafsh janë përjashtuar nga zekati.